Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Edi Blushi dhe avokatët e Ilir Metës kanë dalë këtë të mërkurë në një deklaratë për mediat duke denoncuar fakte të reja se si u montua dosja në ngarkim të ish presidentit të Republikës. Blushi lexoi një letër të shkruar nga Ilir Meta që ndodhet i paraburgosur duke e cilësuar procesin ndaj tij si një farsë gjyqësore të bazuar në të pavërteta dhe falsifikime. Lidhur me akuzat për çështjen Qesdia. Dua të theksoj se kjo çështje është gjykuar 2 herë brenda vendit dhe në arbitrazhin e Vjenës. As gjikundi dhe asnjëherë nuk është përmendur emri im. Seanca paraprake ne do të publikojmë kontratën, por edhe letër porosit e dërguara, të cilat kanë synuar jo zbulimin e së vërtetës, por mrekullimin dhe fshehjen e të vërteta. Akuzat e 3 prokurorëve janë të bazuara mbi të pavërteta dhe falsifikime. Dua të falenderoj vajzën e madhe Bora, e cila ka porositur një akt ekspertimi ligjor financiar, i cili rrezon pretendimet absurde të prokurorisë, ku provohet se të ardhurat e mia të lishme për vitet 95-2023 janë mbi 87 milion lekë të reja. Avokati Kujtim Cakrani u ndal në 2 pika kryesore, së pari në pasurinë e kryetarit të forcës së dytë më të madhe opozitare në vend dhe gjetjet e avokatit të popullit lidhur me trajtimin e paligjshëm të Metës, që nga arrestimi e deri tek masa izoluese në paraburgim. Që të vëmë te pastrimi, duhet vëmë te produkti. Kush produkti që zoti Meta ka? Në vitin 1995 deri në vitin 2023, të gjitha të ardhurat e zotit Meta nga puna e tij, të ardhurat e tij ka qenë 87 milion e 385.031 lekë. Ndërkohë që shpenzimet e tij janë në shumën 39.448.375. Ndërkohë nuk i ka as këto kursime, mos mendojnë që i ka këto, nuk i ka as këto. Nuk ka as pasuri zoti Meta dhe palueshme dhe as pasuri të duheshme. Avokati i popullit ka bërë dhe një hetim tjetër administrativ për sa i përket mënyrës së trajtimit të zotit Meta në ambientin e paraburgimit. Në rekomandimet që ka bërë në relacionin e dytë, asnjëra prej tyre kush marr parasysh. Ku zoti Meta thot atje duhet të komunikoj me mediat më. Avokati tjetër, Gülsen Zhlima, teksa radhiti një sër vendimesh të Strasburgut për raste të ngjashme që nuk u morën parasysh nga autoritetet shqiptare të drejtësisë, sa i takon masës ekstreme të sigurisë, zbuloi prapaskenat se si nisi ndjekja penale e ish kreut të shtetit. Në momentin kur u bë president Republike, filluan që nga kallëzimi u regjistrua kallëzimi parë pranë Spakut në 2019-2020, pasi u krye procedimi, vazhduan hetimet. Kur zoti Meta ishte drejt ikjes nga president, dalin çuditërisht disa kallëzues edhe bëjnë kallëzime penale, secili veç e veç, por dihet që plani ishte i mirë organizuar në aspektin juridik për eliminimin politik të zotit Meta. Vetë Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit, edhe me këtë rastin këtu kundër Turqisë, në të njëjtat kushte dhe madje ndaj këtij politikani ka qenë akuza më e rëndë të akteve terroriste. Ismailej, Elvis Mataj kanë qenë të rregullt në artikulimet e tyre. Kastrioti Ismailej nuk përmend në asnjë moment zotin Meta. I pyetur thotë nuk ka lidhje fare me Qesdia dhe është bërë në momentin kur ai do të lironte. Ilir Meta theksoi mbrojtja po mbahet në burg jashtë çdo norme ligjore si në asnjë rast të mëparshëm, teksa për të çdo rrethane tjetër, edhe të pandehurit të tjerë të kësaj dosje u hetua në gjendje të lirë. Gjyqtarja Irena Gjoka, sipas avokatëve që caktoi masën, nuk ndodhet rastësisht si tek procesi ndaj kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, ashtu edhe tek Ilir Meta, dhe e konsiderojnë si të shantazhuar e të ndikuar nga faktorë të jashtëm.